Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News, do të flasim mbi zhvillimet e fundit teksa Marta Kos ka hedhur poshtë propozimin e kryeministit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić mbi një propozim që ata kanë bërë sa i përket integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Por çfarë do të thotë kjo qasje e Marta Kos? Dhe nga ana tjetër do të prekim edhe çështjet e aktualitetit në vend sa i përket çështjes Ballukut dhe se çfarë pritet të ndodhë me të në vijimësi. Ndërkohë do të prekim edhe aspektin e përplasjes me sistemin drejtësisë dhe Edi Ramës, i cili ka sugjeruar për ndryshime të reja që mund të ndodhë sa i përket SPAK-ut. Për të folur për këto çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur zotin Kujtim Cakarni. Zotin Cakarni, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Zoti Cakarni, çfarë do të thotë reagimi i Marta Kos kundrejt Edi Ramës dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, të cilët disa ditë më parë në një shkrim në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung propozuan një formulë të re të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian? Tani, nëse do ta shikojmë në një analizë të gjerë politike, padyshim që kjo është një kërkesë e cila bëhet nga dy autokratë në dy vende të cilat Instituti i Vidëm, një institut shumë prestigjioz, i ka cilësuar si Edi Ramën edhe Vučić dy autokratë dhe dy vendet Shqipëria dhe Serbia jetojnë në një autokrasi elektorale. Dhe nisur nga të gjitha këto statistika, padyshim që edhe komisionerja Bashkimit Evropian, Marta Kos, për zgjerimin, Marta Kos, që në fakt ka qenë dhe vazhdon të jetë një mbështetëse e zgjatë e zotit Rama dhe Vučić, ka dhënë një përgjigje që unë mendoj se nuk është përgjigje saj si komisionere, por është një përgjigje e të gjithë vendeve të cilët bëjnë sot Bashkimin Evropian. Unë dua të sjell në vëmendjen tuaj edhe rëndësinë ose më saktë problematikat që ka shfaqur vetë zoti Rama, ku ka sulmuar ashpër edhe politikën e jashtme gjermane, për e cila për hir të së vërtetës kohët e fundit ka reflektuar dhe ka konstatuar dhe kuptuar në fund që Shqipëria nuk përmbush asikush as standard, sepse është larg pritshmërive për të qenë në një vend për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Teknikalitetet, modalitetet apo kërkesat që bën zoti Rama me zotin Vučić, që tashmë nuk kam asnjë dyshim që janë dy personazhe të maset korruptuar të dy vendeve të Ballkanit Perëndimor, është një kërkesë të shpëruar e tyre, sepse nëse do të kthehemi para në vitin 2013, ka një betejë së fitores së Ramës, ka qenë në futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe lufta kundër korrupsionit e kështu me radhë. Jo vetëm në 2013, por kjo ka vazhduar 2017, 2021 dhe 2024. Dhe kështu që unë mendoj që ka mbaruar muaji mjalti i zotit Rama me Bashkimin Evropian, nuk i afashinon më liderët e Bashkimit Evropian as kravatat me lulet Edi Ramës, as shorapet e kuqe dhe as atletet e bardha të tij. Sot Edi Rama është lideri më i izoluar i Europës, është lideri i cili tashmë e ka marrë të gjithë aktorët kryesor të Bashkimit Evropian e kanë kuptuar që ky është një lider i korruptuar, ka drejton qeverinë më të korruptuar të Europës, një qeveri e cila vjedh shqiptarët përvjes zgjedhjet dhe vjedh zgjedhjet përvjes shqiptarët, dhe padyshim është një individ i cili po shantazhon çdo ditë dhe ka kapur drejtësinë në një vend që në një institucion që Bashkimi Evropian ka investuar dhe shikon si të shenjtë dhe shikon të vetmin, ku flasim këtu të vetmin për gjykatën speciale apo dhe prokurorinë e posaçme, që kanë një mbështetje të institucioneve të Bashkimit Evropian, dhe kështu që këto janë
tentativat të dëshpëruara të zotit Rama dhe zotit Vučić, ku i kërkojnë dhe i luten, se kjo është një lutje që i bëjnë Bashkimit Evropian për t'i bërë ata pjesë të jashtme, pra të marrin pjesë në mbledhjet e tyre, por si të jashtëm. Kjo është një praktikë që nuk ka patur një herë të parë, ose nuk është implementuar më parë nga bashkimi nga Europa, pra nga Komisioni ose Parlamenti Evropian. Është një praktikë alla ballkanase, dhe nuk e di se çfarë kërkon dhe ku do të arrijë zoti Rama me këto kërkesa që ju bën me anë të gazetave, shkrimeve që të sponsorizuara prej tij të gazetave të huaja. Kështu që nuk kam asnjë dyshim i nderuar që zoti Rama është një autokrat i vogël i një vendi të rëndësishëm siç është Shqipëria në Ballkanin Perëndimor. A është kjo një përpjekje e Edi Ramës që sa herë ka probleme të brendshme, sidomos të aspekteve të korrupsionit, siç ishte në rastin e Ballukut, tenton të tërheqë vëmendjen duke u afruar në këtë rast me Aleksandar Vučić, ndërkohë Serbia nga ana tjetër armatoset kundrejt Kosovës dhe disa ditë më parë kishte dërguar dhe ushtrinë në kufi, dhe nga ana tjetër Ministri i Drejtësisë Kosovës Donika Gërvalla ka theksuar se Kosova nuk do t'ja falë një gjë të tillë Edi Ramës. Më pas mësohet se ka një shpallje non grate të Gërvallës që nuk është zyrtarizuar deri më tani. Tani nisna kjo e fundit për sa i përket këtij lajmi që ka dalë qarkullon në rrjetet sociale për non gratën e zonjës Gërvalla. Do të sqarojmë në opinionin publik që mos të bëhem pre qoftë edhe asaj që mendon zoti Rama ose ata që duan ta shpallin non grata zonja Gërvalla. Zonja Gërvalla nuk e shpall dot non grata Shqipëria, sepse ju e dini që zonja Gërvalla është në shtetase shqiptare, ka pasaportën shqiptare, ka jetuar në Shqipëri nga viti 82, kur ajo ishte e vogël që i vran tatin UDB-ja në Gjermani, dhe ajo kthyesh në Shqipëri bashkë me familjen e saj. Kështu që nuk ka asnjë mundësi juridike që zoti Rama ta shpall zonjën Gërvalla non grata. Kjo është ana juridike. Nëse ata e kanë në mendje dhe duan ta anatemojnë zonjën Gërvalla, ky është një problem tjetër. Unë ditë them nuk e njoh dhe s'kam asnjë lidhje me zonjën Gërvalla, njoh historinë familjare të saj, kam lexuar dhe më kanë informuar edhe njerëz të cilët kanë njohur baban e saj, që ka qenë një shqiptar shumë i mirë. Ka qenë një shqiptar i cili ka nisur betejën ndaj regjimit jugoslav, serb, shovinist, po ta themi. Shumë kohë më përpara se të dilte Rama, Thaçi Veseli me shok. Dhe kjo nuk është gjë tjetër veçse se kjo sjellje e Tiranës ndaj zonjës Gërvalla nuk është gjë tjetër veçse çon ujin tek mulliri, nëse do të përdorim gjuhën popullore, tek mulliri i Serbisë. Unë nuk kam asnjë dyshim që partia e zotit Rama, si një parti 85 vjeçare, është ideuar, lindur dhe rritur madje krijuar nga serbët dhe është krijuar pikërisht për të përçarë shqiptarët dhe për të përçarë shqiptarët jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Dhe kështu që unë nuk më çudit fare një artikulim që mund të ketë lidhur me zonjën Gërvalla si për ta shpallur non grata. Rama dhe Vučići tashmë kanë dalë zbuluar, nuk kanë më asnjë dyshim që ata janë të dy si vëllezër siamez, është ajo shprehje e famshme, dhe kjo s'ka më jo vetëm shqiptarët, por edhe të ndërkombëtarët e kanë kuptuar që zoti Rama dhe Vučić kanë të përbashkët shumë gjëra, tash autokracinë, kanë të përbashkët korrupsioni, kanë të përbashkët kapjen e drejtësisë, kanë përbashkët me shtetin autoritar, por nuk besoj se Europa dhe liderët europian, të cilët zgjidhen nga popujt e tyre që janë popull që votojnë të lirë dhe votojnë pa kushte dhe votojnë nuk e shetin votën, që të bien pre e këtyre kërkesave. Padyshim që zoti Rama prodhon skandale ose hap një debat për të mbuluar një skandal, sepse ju e dini që Shqipëria sot është një nga vendet më të korruptuara jo vetëm të Ballkanit, por edhe të Europës, edhe madje besoj se hyn tek vendet e Afrikës, të cilët ju e pat edhe në
statistikat e fundit që dolën, ku Shqipëria bënte pjesë tek vendet e Afrikës për sa i përket qoftë nivelit të korrupsionit, të drejtësisë e kështu me radhë. Prandaj që ne duhet të kuptojmë që përpjekjet e zotit Rama, sepse do t'u themi qytetarëve tanë, që përpjekjet e zotit Rama për ta paraqitur veten e tij, qeverinë e tij, institucionet që ai ka ndërtuar vetë, institucionet të cilat nuk janë të korruptuara, kjo tashmë nuk ka më asnjë, nuk mund të shkojë më, nuk mund të shitet më tek europianët. Prandaj them që zonja Kos më në fund e ndikuar apo e tërshnuar nga bashkimi nga vetë Bashkimi Evropian në lidhjet e tyre, po pranon dhe po thot një realitet që është i hidhur për shqiptarët, por fundja edhe ilaç që është i hidhur, po kur e pi ai të shëron. Dhe padyshim që ne sot po kuptojmë dhe po dëgjojmë dhe po shikojmë që si zonja Kos e ka renditur Shqipërinë edhe populli shqiptar, po deshet në popull që pranon korrupsionin, dhe kjo tashmë nuk ka më pra ky fjalor, por dhe ky mendim, sepse ajo nuk ka mendimin e saj, po ka mendimin padyshim të gjithë Komisionit Evropian, që shqiptarët nuk shkëputen dot nga korrupsioni dhe kanë kthyer korrupsionin në një institucion dhe një fenomen. Pra është sot korrupsioni është i përhapur në çdo qelizë të jo vetëm të institucioneve, por edhe të shoqërisë shqiptare. Pra është kthyer në një mentalitet të cilën nuk mundet t'ja mohojmë qeverisjes zotit Rama dhe vetë kryeministrit zotit Rama. Dhe padyshim që të gjitha këmbanat e alarmit që bien për zotin Rama, padyshim ai nuk mban asnjë lloj përgjegjësie, sepse nuk ka mbajtur përgjegjësi, qoftë morale, qoftë politike apo ligjore, por këto të gjitha, këto pengesa, këto probleme që hap Europa rëndojnë mbi ne shqiptarët, të cilët fatkeqësisht dashkemi të mbetemi jashtë portës së Europës, kur marrin zi nisi këtë rrugtim më pas nga ne, avancoj më përpara dhe tashmë është gati për të hyrë, për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj që zoti Rama prodhon skandale për të mbuluar skandale, prodhon lajme për mbuluar skandale, por mu mendoj se tashmë nuk ka më asnjë edhe qytetarët e kanë kuptuar, edhe europianët madje e kanë kuptuar dhe nuk përbën më asnjë lloj lajmi. Po, madje gjermanët kanë qenë më të drejtë për drejtë në këtë aspekt, duke kërkuar Edi Ramës që të mos mbroj Ballukun, pasi kjo do të përbënte një moment kritik sa i përket procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju si e keni parë dhe tashmë si e shikoni në vimësia, do të jenë gjermanët ata që mund të rrëzojnë në një farë mënyre Edi Ramën, ose mund t'i tregojnë vendin sa i përket rezistencës që ai ka treguar në rastin e Ballukut? Ligo, ju do të kuptojmë diçka. Do t'ja themi publikut trosh, nderuar. Edi Rama nuk mbron Ballukun. Edi Rama absolutisht se mbron Ballukun. Edi Rama mbron veten e vet. Balluku është një figurë, po Balluku është Rama. Pra nuk ekziston Balluk. Balluku është vetë Rama. Se pyetja lind, pse nuk mbrojti me kaq zell të madh dhe me kaq pathos, edhe me kaq pra të ditë kundër botës të për ish kryeministrin zotin Arben Ahmetaj, që zoti Ahmetaj nuk ka lidhje fare me korrupsionin. Zoti Ahmetaj është marrë për akuza buka historira të natyrës që nuk shpërdorim detyre. Që nuk kishe korrupsion. Dhe zoti Rama nuk e mbrojti. Pse? Se kjo është pyetja që bëhet. Se nuk mbrojti të tjerët zoti Rama, po mbron vetëm zonjën Balluku, sepse zonja Balluku është vetë Edi Rama. Zonja Karçanaj është vetë zoti Rama. Pra kur është vetë ai, por me emra të tjerë, ai del e mbron në publik. Besoj se ju kujtohet dhe i ktheni dhe kronikat më deshët. Çka ka thënë? Në mbledhjet e asamblesë, në asamblenë e partisë. Ka thënë që ne nuk do bëhemi avokat dhe mburoj për asnjë politikan kur ne na kërkojë drejtësia. Apo jo? E ka thënë ai dhe eksponent tjerë të Partisë Socialiste. Ti japi përgjigje kësaj historie. Unë nuk po them që zoti Rama të reflektonte
kur arrestuan, kur rrëmbyen presidenti. Nuk po them. Nuk po them që të reflektonte kur arrestuan zoti Berisha në një 10 muaj në arrest shtëpie. Nuk po flas për këtë se janë opozita ju rrend. Po flas pse zoti Rama nuk i qëndron atij standardi që ai ka vendosur vetëm. Unë nuk po them që zonjës që këta të gjithë janë të fajshëm. Sepse përderisa nuk janë të dënuar, padyshim që janë të pafajshëm. Por ne këtu flasim për standardi. Nuk themu që Zoja Kaçana ishte e pafajshme, sepse nuk e vendosun. Do vendoset me vendim të formës për gjykatës. Por ky individi i mbron sepse Akshi, nuk e them unë thot zvës si ti, Arben Ahmeta, është kopshti, është ai edeni i famshëm që i kryeministrin, ku kryeministri vjen atje te kopshti ti, dardha, kumlla, moll dhe kështu me radhë. Dhe aty ka për gjithë qokat. Dhe te Akshi ai ka marrë gjithë ato dhënat, atje ka marrë çdo gjë të jetës së përditshme të qytetarëve shqiptar, të bizneseve, pra ai aty ka për korrupsion, ka dhënë tendra në mënyrë kështu të hapur. Dhe e mbron ai këtë, sepse është vetë aty, është familja kryeministrore. Po flasim te zonja Balluku. Zonja Balluku për mua s'ka fajnë, fajnë nga Edi Rama, nuk ka për mua, nëse do isha unë avokat i saj, kisha shumë thjesht ta mbrojt zonjën Balluku. Zonja Balluku është Edi Rama ka dhënë urdhën, ka dërguar mesazhe telefonike, jepi filanit tenderin, filanit këtë, hiq atij, jepi atij. Është kryeministri aty më. Po ju e ditë çfarë po bëhet sot presidenti zoti Meta për aburkim. Sepse ka folur telefon, ka mesazhe bashortja atij me biznesmen, që ishte kur ishte deputet e bashortja. Se shihni ka zoti Meta me aktiviteti politik bashortes, ai të gjeti vetëm spaku e tij. Edhe ai po rri para burgim ai, kuptoheni. Zoti Rama me mesazhet e tij dhe del pale kur thot dhe në publik, po thot, unë i kam thënë thot, ja kam dhënë tender atij, tenderin këtij. E s'pa përgjegjësi. Të tjerë po rrinë në punë vetëm se janë njohës me persona të ndryshëm, pa dhënë tendera fare. Po rrinë para burgim. Kaq, shumë e thjeshtë. Prandaj them që zoti Rama nuk mundet të heq dorë nga mbrojtja e Ballukut, sepse ka heq dorë nga mbrojtja e vet. Por Balluku ka rënë Rama, ky është thelbi. Këtë do të tregojmë me qytetarët shqiptar. Po a them unë, zonja Balluku është e pafajshme, sepse zonja Balluku është e pafajshme, sepse të gjitha ato i ka bërë Edi Rama. Ajo është shkreta po ma përgjegjësi për Edi Rama. Ka që shumë e thjesht pra. Ure, më kuptoni mua ju tani, në një vend me autokrasi, ku kryeministri di edhe brekët që veshin gratë dhe burrat e këtij vendi dhe nuk dika që një ministri i tij do ka tendra X të Y. Ku ndërkohë këtu nuk futesh dot në punë, në një marrëdhënie pune me shtetin nuk futesh dot, po skalove në sitën e deputetëve të partisë të dreshit me të bini që kanë këta institucione. Nuk futesh dot. Po si u dhe ka tendera 50 milionë, 100 milionë euro, e nuk di ka kryeministri, ore, jenë tani, do na e fyeni inteligjencën e këta apo çfarë tani? Ja kjo është. Zoti Cakrani, në këtë rast Edi Rama është trembur se spaku i ka vajtur atij tashmë në zyrë, pra dhe pas Ballukut mund të preket direkt ai, apo në këtë rast e ka thjesht për të mbrojtur radhët në mënyrë që të rezistoj sa më shumë në pushtet? Shiko, që ka vajtur kanë shkuar tek zyra, ata kanë shkuar tek zyra. Pra që kanë hyrë tek paradhoma e kryeministrit kanë hyrë. Kjo tashmë është evidente. Problemi është që prokuroria e posaçme ka nevojë për një mbështetje edhe të brëshme, pra ka nevojë për moral, ka nevojë sepse ky dele intimidon në media, ky dele intimidon në për asamblerat. Dhe mos harrojmë diçka që dhe ata janë njerëz, dhe ata ka familje, kanë njerëz, kanë të afërt me kështu me radhë. Dhe ky është thelbi i gjës. Unë mendoj dhe besoj që pavarësisht kritikave që kam unë për atë prokurori atje,
kritika që unë jo i them publik, po ka them edhe në sy në sa gjyqit s'ka mas lloj kompleksi. Problemi që ndron që jo të gjithë ata, pra një pjesë e vogël që zoti Rama nuk e ka kapur dot, që e ka jashtë kontrollit, sepse kanë kapur të tjerë. Pra e kanë kapur europianët, më saktë gjermanët, sepse Akshi nuk kishte për të dalë ndonjëherë mos të kishin hyrë gjermanët. E kanë iniciuar ata. Të duhet ta dini dhe ta di publiku. Nuk kishte asnjë shans që të hapej dosja Akshit. Fare. Por hyn gjermanët sepse ata kanë parë aty korrupsione, kanë parë shumë gjëra të tjera, si do bën publike, por nuk kanë ndodhur deri sot të nderuar që një kryeministër në detyrë t'i shkohet, t'i kontrollohet zyra. Tani, sepse edhe duhet të pranojmë edhe disa gjëra. Në AFB të Europës nuk ka shkuar kush një prokurori te kryeministri i cili të kontrollojë zyrën ose ta marri në ndjekje penale, pra ta ndjek penalisht atë. Sepse ka ndodhur raste të tjera, padyshim, por kur ju kanë hequr imunitetin parlamentet e tyre. Është rasti për shembull i Bettino Craxit italist në vitet 94, që i hoqën imunitetin, pastaj u largua, iku në Tunizi derisa ndroi jetë. Problemi është që zoti Rama tashmë pushtetin nuk e do më për të qenë në pushtet vetë. Ai e do pushtetin për të mbrojtur tashmë. Sepse duke qenë në pushtet, ai mbrohet nga drejtësia. Dy persona janë që mbrohen sot nga drejtësia duke patur qenë kryeministra. Dy janë. Nuk e them unë, e thon gjithë analistët e botës. Dy janë, njëri bën luftë koti, i vret njerëz si Benjamin Netanyahu edhe Edi Rama në Shqipëri. Ta dy lidera, dy kryeministra janë që zgjasin mandatet e tyre sepse kanë frikën e përballjes me drejtësinë. Netanyahu ka drejtësinë brenda vendit të tij, që ju e dini, po iku akromis do arrestohet. Ka dhe drejtësinë e Hagës, që është person në kërkim. Nësa zoti Rama ka frikën e drejtësisë këtu, dhe padyshim ka frikën ta dini edhe këtë gjë, se ai do shpallet nga Europa non grata. Ai do shpallet nga gjitha vendet non grata. Sepse ai individi ka alimentuar korrupsionin. Ai ka korruptuar lider Bashkimit Evropian. E dini apo se dini? Ai ka korruptuar atë rektorin e Universitetit të Europës, Mogherini. Ka korruptuar numrin 1 të FBI. Nuk më ndoni ju se e kanë harruar, jo, nuk harrojnë. Pa ish kryeministër tani dhe kryeministri detyrë është vështirë t'i bësh këto sanksione. Por mos harrojmë ka korruptuar ambasador, qofshin këta amerikanë, qofshin këta evropian. E i dini shumë mirë ju, Vlautini, kush e korruptoi? Unë e korruptova. Me vilën atje. Vila bënte 200.000 euro, ajo blau 600. Ju e dini shumë mirë këtë. Ai ambasador të tjerë po deshën. E korruptuan edhe bënë reformën në drejtësi për të kapur drejtësinë. Dhe dini dhe këtë, besoj se dini shumë mirë. Goditit gjithë kundërshtarët politik me anë të ambasadave, me anë të lobimeve. Po lobimet nuk beshin pa lek, apo jo? Goditit kundërshtarët politik, njërin e ka futur në burg të bodrumet e 313-ës ish presidentit dhe trajton atje si Pjetër Arbnori që trajton të Enver Hoxha. Njësoj, dhe atë tjetrin plakun 80 vjeçar Sali Berishën e futi në arrest shtëpie. Ja kjo është, çfarë doni ju të bëjmë? Dhe ambasadorët heshtën. Ambasadorët këtu heshtën. Po heshtja është qendrim mafios, thonë italianët. Thonë italianët, pra, drejtësia këta prokurorët italianë, thonë, heshtja është qendrim mafios. Ambasadorët tu kanë heshtur të gjithë to vite. Dhe sepse heshtja aty është blerë me lek. Heshtja aty ka shkatruar Shqipërinë sot. Ky është problemi. Zoti Cakani, dhe i pyetje fundit, ju përmendët intimidimet që shpeshherë Edi Rama ka bërë ndaj sistemit të ri të drejtësisë, veçanërisht në çështjen e fundit atë të Belinda Ballukut. Në këtë rast, a mendoni se do të ketë një përpjekje të theksuar, edhe pse është bërë e ditur nga vetë kryeministri Edi Rama, për të goditur spakun përmes ndryshimeve ligjore apo përmes tentativave të tjera në mënyrë që t'ia zbe rolin dhe efikasitetin e këtij institucioni për të goditur në nivelet e larta?
Shiko, spaku si institucion aktualisht që ne po flasim ka rënë. Ka rënë. Spaku, prokuroria, do t'ja themi prokuroria e posaçme. Prokuroria e posaçme, e cila u ndërtua si një strukturë e posaçme për të luftuar krimin dhe korrupsionin të niveleve të larta, sot ka rënë. Janë 3-4 prokurorë që po i qëndrojnë presionit dhe të gjithë sulmeve që po i bëhet. Janë 3-4 prokurorë që për një të së vërtetës bravo qofshi po qëndrojnë, se të tjerët kanë rënë, që nga Altin Dumani, ai heroi fëmijëve të shqiptarëve, me atë që ka bërë dije, që ka pushuar çështje për ish gjyqtaren për këtë, gjyqtaren e gjykatës posaçme Irena Gjoka, për turpin e asaj prokurorie, dhe di pse e bëri këtë gjë, dëse ju nuk keni harruar një fakt. Ju do të kuptoni, çështja e Gjoka u erdhi si një dhuratë që i bëri gjyqtarja Altin Dumanit në datën 18 mars, që kaloi për gjykim pa prova, pa fakte, pa dëshmi, pa asnjë hetim serioz, të pranoi vetë gjyqtarja Gjoka në datën 18 që kaloi për gjykim çështja e zotit Meta. Një javë më pas, zoti Dumani pushoi asaj çështje që kishte në prokurori, pa ma thoni mua. A përkojnë këto gjërat? Po padyshim. Dhe ne jemi budallë. Ne kishim 7 muaj që bënim luftë, po bënim luftë për pushuar çështjen, ose ta kthenim çështjen e zotit Meta për jetim. Sepse nuk kishte prova, i pranoi vetë gjykata. I pranoi 1, 2, 3, 10 fakte. Që çështja e zotit Meta nuk ka prova këtu, s'ka këtu, po juve ikni në gjykat, në gjyqin e merri dhe i zgjidhni atje. Po ti për çfarë gjyqtare pastaj para prake për të filtruar, kontrolluar dosjen e si për çfarë ka çuar aty procedura aty. Dhe ajo ja bëri këtë nder Altin Dumanit, që mos i binte akuza për çes diën Altin Dumanit, për zotin Meta, dhe Altin Dumani e ktheu nderin edhe në datën një javë më pas të diën në datën 26, një javë më pas, i bëri nderin, i pushoi çështje që kishte regjistruar e mbajti i varur 7 muaj, 8 muaj, sa të kalonte gjykim çështja e zotit Meta dhe dje pushoi. Ja, kjo është prokuroria e posaçme. Kjo është prokuroria e posaçme. Sepse e di shumë mirë, edhe Shimanja, e di shumë mirë, dhe pse e kot nuk e se emrin e Shimanjës të goju. E di mirë ai si e ka ky ministri i brendshëm. Lamallari, si e ka ky, po, Lamallari. E di shumë mirë që kanë izoluar presidentin Meta, sepse ata di shumë mirë që po doli Meta, jashtë aty fuqinë e tij dhe politike organizative kështu me radhë. Dhe nuk duhet ta kenë aty në përkëmbë, dhe mbajnë të mbyllur të izoluar. Dhe kjo arrit me anë të Altin Dumanit. Po pra, arrit me anë të Altin Dumanit. Altin Dumani mbylli çështjen e saj, kaloi çështja e gjykimit zotit Meta, e mba në paraburgim atje 1 vit e gjysmë, edhe vazhdo ti pastaj, zoti Rama ka fushën e lirë aty të bëj politikë kështu me radhë. Kjo është. Padyshim që ka dhe 3-4 prokurorë që kanë integritet. Po ka, padyshim, që Mani nuk ka rënë pre e llumit të politikës shqiptare. Po, padyshim. Sepse jo të gjithë bien pre e shantazhit. Ose e klaneve e misive klanore. Krajinore, po dëshët juve. Jo, që unë mendoj se zoti Rama nuk e ka presionin për gjithë strukturën atje, se ai strukturën e ka të kapur. Gjyqtarët e gjyqit kërkosi ka të gjithë të kapur, po të gjithë. Të gjithë të kapur. Sepse rasti fundit ma tregoj pardije, ku gjyqtari Paulin Qera kërkoi garanci pasurore për presidentin, unë jam vendosur në dispozicion, dhe ai dhe kuroj që dhomën e këshillimit, te dhoma e këshillimit për të dhënë vendimin, aty shantazhojnë ata. Te dhoma e këshillimit shantazhojnë gjyqtarët. E dini apo se dini? Aty vjen shantazhi, pap, që mos e lëshoni, mos e bëni, mos jepni atë vendim, jepni këtë vendim. Kjo është e vërteta. Nuk kanë drejtësi Shqipëri, more, kuptoni apo jo, nuk ka kush, duhet ta thoni shqiptarëve, mos të krijoni iluzion fort. Nuk funksionon sistemi i drejtësisë, nuk ekziston, ka 10 vite nuk ekziston më. Sa do këta mundohen ta bëjnë ta paraqesin që po, jo, nuk ka. Nuk ka se këta të të nëjë pa prova.
Kanë dënuar një anglez, një portugez, dje pa prova, dini apo se dini? Gjykata e Lezhës. 3 gjyqtar palaço të 3. Na gjyqtar që kishte punuar në posta, ai kur mora vesh dje, që punon jurist në postë ishte për këta gjykate e Lezhë. Turp i botës. Turp i botës. Kanë maskaren gjyqtar. Dhe dënojnë njerëzit e pafajshëm, pa prova. Japin drejtësisë të dënuar të pafajshëm. Këta japin të dënuar pafajshëm drejtësisë sot, që flasin. Jo më jo, unë e kuptoj edhe presionin popullor që kanë dhe mediatik. Po gjyqtari, kur vendos të vetë gjyqtar, duhet të përballet dhe do t'jap vendime të drejta. Edhe pse mund të ketë kundër gjithë opinioni publik, sepse gjyqet nuk bën me opinion publik. Gjyqet bën mbi bazën, vendimet e mbi bazën e provave dhe fakteve. Jo çdo gjë që të sjellë debilët prokurora ati pranon si të mirëqenia. Se për prokurori ata të detyrë ka, të dënoj. Dhe ti pranon çdo idiot që sjell një prokuror palaço atje. Një dosje pa prova ta sjell një prokuror atje. Dhe të merr në telefon me aman, dënoma, kaloma këtë gjykim, dënoma atë bëj këtë, se jemi shok, lëre avokatin, mos e pyet avokatin. E kanë kthyer, e ka bërë avokatin si procedurë. Ja kjo është e vërteta sot. Ne për këto duhet diskutojmë sot. Rama ka rënë, dhe kupton, problemi e me Ramës e dikush, Rama ka rënë. Po problemi i Ramës është e ka zënë opozitën ku ka rënë, ka zënë opozitën në vete. Ky është problemi i madh, ti shqiptarëve sot. Rama ka rënë, këta nuk e kuptoj që Rama ka rënë. Ai ri ati e kot. Se ai në Shqipërinë e Europë nuk e fut. Ai Shqipërinë damkën e korrupsionit duke ai heq. Damkën e vendit narko shtet duke ai dot, e ka marrë, sepse krijoi vetaj me dëshirë të plot. Se është kryer aty po le tjetër, po problemi që do çfarë bëti për popullin. E dëgjuan besoj këto 2-3 ditë. Çka ka ndodhur në Greqi? Ka arritur pagat Mitsotakis. Pam. 2-3%. Pagë minimale. E ka çuar 1.000 euro. Në Greqi e kemi aty ngjitur. Ajo Greqia që shajnë neve aty. Këta patriotët që Shqiponjën, që shajnë atë Greqinë. Dhe çka ka bërë? Ka marrë masa, për i subvencionon edhe fermerët, edhe qytetarët, u jep ka dhënë karta që mos ta ndjej krizën e naftës, edhe benzinës. Dakor të? Këta janë qeveritarë të përgjegjshëm, jo ata që pinë shohët e pallati kongreseve. E na tregojnë ne pastaj sa është turizmi. Nuk e këm turistë s'ke në Shqipëri. Ja isha vlorë partia, këm turistë s'ke. Këm turistë s'ke. Dhe ata që vinë me bukë në krah. Po lere tani se këto janë gjëra që ne fshihemi si struci, s'mo themi shqiptarëve dhe duke mos ja thënë shqiptarëve mendojmë se jemi vend i ulëzuar. Si komunizëm. Çfarë dëshimi keti neve Roxha? Edhe ai thosh jemi popull i lumtur. Po kemi rritur ato thosh ai mirëqenie, populli thjesht për bukë. Edhe njëta gjë ndodhe me Ramën. Ai flet për veten e vet. Sa i mendon se njerëzit janë si ministrat e tij, si vetë ti dhe ministrat dhe oborri i tij, jetojnë si ata. Ashtu që ai qytetarë do, e kupton apo jo? Kështu që unë mendoj se Marta Kos dhe të gjithë këta komisionerët kur e kanë marrë këtë vendim që Shqipërinë ta lënë jashtë, nuk gëzohemi raspak. Nuk gëzohemi. Sepse ne jemi pjesë e këtij vendi. Ne i dhërojmë madje. Por problemi qëndron që ky popull, ky palaço popull, se është palaço dhe ky popull, që dëgjon që ajo ju thot që ju jeni bashkë fajtor me korrupsionin në Shqipëri nuk ndihet, dhe tregojnë që janë bashkë fajtor, nuk ngrihet. Por kur ngrihet opozita fillon anatemon dhe vetë nuk ngrihet. Dhe pranon gjithë këtë poshtërsi, diskriminim, vjedhja e dytlëk të 99-ta, edhe pastaj kërkon të futet në Europë. Kaq. Zoti Cakarni, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.